Gjinia, thot, Edi Rama, gjinia njerëzore, ne nënkupton rolet e ndërtuara në kontekstin social, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për gratë dhe burrat. E kuptoni? E hoqi dhuntin e Zotit, e hoqi përcaktimin natyror, por tani e sjell dhe vërdill edhe e vërtit çfarë u duket e përshtatshme. Nuk ka kjo përpjekje për të shuar konceptin e familjes shqiptare dhe familjes në bosit është prindi, baba, nëna, fëmia. Do thot se vendin e Marksit të dikurshëm në Shqipëri e ka George Sorosi. Dhe unë ju them ju, ne nuk duhet ta nënvlerësojmë sepse George Soros ka mbështetës të fuqishëm. Shqiptar dhe jo shqiptar, që ditën dhe natën punojnë kundër opozitës shqiptare. E shpallin opozitën shqiptare jo perëndimore vetëm se mbron këto vlera të shejta, të familjes, të atë dheut dhe të kombit. Për ligjin narkoshtetin duke mbështetur Edi Ramën, dhe me këtë rast unë duhet t'i them pak zotit Gonzato, për cilin unë e kam respektuar dhe respektoj si përfaqësues i Bashkimit Evropian, pa diskutim.